Këtu nuk është në pyetje mendimi. Kjo nuk është deklarata politike. As pak është gafa politike. Kjo është një thirrje direkte për një krim. Mungesa e reagimit e ashpër nga kreu e shtetit të Serbisë e bëjnë këtë deklaratë edhe mas serioz. Unë do të flasë në emrin tem, si qytetare e shtetit e Kosovës, edhe si gazetari i pavarur, si serb nga Kosova. Qëndrimi im është tepër i qartë. Serbia alo nuk është i gatshëm me distancu vetin nga politikën fashiste e Slobodan Miloševićit. Edhe kjo është ushtarja e Miloševićit. SPS-ja, që do me thonë Partia Socialiste, është më mdokët ajo partia që e ka udhëheq atë regjimin e atë turpit e Ballkanit, e cili mas luftrat, mas rëzimit e ardhmjes e familjave edhe e popullit serb në Ballkan, e brezave e arshëm, kjo është për mu diçka që Serbia brenda e shtetit e vetë duhet me luftu vetë. Send që më shqetëson ma shumë. Po si është ndjenja të shosh një deklaratë tillë? Në fakt, a duhet serbët t'i bëjë të turpëruar kjo deklaratë e ministres, edhe si do duhet reagonte opinioni publik, masa kritike në raport me një deklaratë që kjo deklaratë i ngjan një gjuhe të kohës nazifashizmit, të kohës e luftës dytë botërore, kur njerëzit nxirreshin në fleturufe për shumë etni të ndryshme, dhe me një varfërme bëhet thirrje për spastrim etnik e vrasje kolektive. Pasoja e një ideologjie e Miloševićit alo është e gjallë në Beograd. Si është e mundur? 2026 a imi? Ministria, ajo nuk është qytetare e zakonshëm. Ajo është ministria, ajo është jetu prezentu shtetin e vetë. Edhe mungon reagimi e ashpër e kreu të shtetit. Një katër resht e ka dërgu qeveria e Serbisë. Aleksandar Vučići. Tepër vonë. Kjo deklarata, kjo intervista,